Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTSH Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Me Malia i mirëpriti këtë fundjavë edicionin e 4 të aktivitetit Vjosa me një fest që solli së bashku kulturën, artin, sportin dhe traditën. Me pjesëmarrje të lartë të qytetarëve dhe vizitorëve, aktiviteti synoi promovimin e vlerave të zonës, lumit Vjosa dhe gjallërimin e jetës sociale e kulturore në komunitet. Arti, natyra dhe traditat u bën bashkë në Memalia në edicionin e 4 të aktivitetit Vjosa. Përgjatë brigjeve të lumit Vjosa, piktorë nga e gjithë Shqipëria sollën në telajo peizazhe të lumit të fundit të egër në Europë, ndërsa panairi artizanal dhe kulinar së bashku me performancat artistike krijuan një atmosferë festive për qytetarët dhe vizitorët. Parku kombëtar i Butrintit vijon të mbetet një nga destinacionet më të preferuara për turistët që vizitojnë jugun e Shqipërisë. Edhe gjatë këtyre ditëve, siti arkeologjik po frekuentohet nga një numër i lartë vizitorësh të huaj, të cilët tregojnë interes për historinë, kulturën dhe pasuritë natyrore që ofron Butrinti. Rritja e fluksit turistik pritet të ndikojë pozitivisht në zhvillimin e turizmit kulturor në zonë. Bashkia e Delvinës, fal pozicionit gjeografik dhe kushteve të favorshme, është e njohur për kultivimin e kulturave të pemtarisë, si ara, bajame, qershi dhe agrume. Sipas specialistit të bujqësisë Hanefi Braho, vitet e fundit vihet re një interes në rritje i të rinjve për t'u angazhuar në këtë sektor. Ai thekson se mekanizimi i mëtejshëm i proceseve bujqësore do të ndihmonte në lehtësimin e punës së fermerëve dhe rritjen e prodhimit. Ju njohim tani më gjërësisht. Memalia i mirëpriti këtë fundjavë edicionin e 4 të aktivitetit të Vjosa, një fest që solli së bashku kulturën, artin, sportin dhe traditën. Me pjesëmarrje të lartë të qytetarëve dhe vizitorëve, aktiviteti synoi promovimin e vlerave të zonës, lumit Vjosa dhe gjallërimin e jetës sociale e kulturore të komunitetit. Memalia i mirëpriti këtë fundjavë edicionin e 4 të aktivitetit të Vjosa, një fest që bashkoi kulturën, artin dhe traditën në qytetin që përshkohet nga lumi Vjosa. Organizatorët zgjodhen pikërisht Memaliajin për të sjellë një atmosferë ndryshe, duke kthyer qytetin në një qendër aktivitetesh për banorët dhe vizitorët. Sipas organizatores Anila Mema, pjesëmarrja dhe interesi i treguar e tejkaluan çdo pritshmëri. Këtë vit zgjodhëm Memaliajin sepse Vjosa është kaq e madhe, nis që nga Greqia e përfundon deri në Adriatik, kështu që lëmi është shumë i gjerë. U bashkuam në Memaliaj sepse gjetëm një bashkëpunim shumë të mirë me kryetarin e bashkisë së këtij qyteti. Vendosëm ta zhvillonim në Memaliaj dhe zhvendosja nuk ka ndryshuar asgjë në konceptin e festivalit, nuk ka ndryshuar asgjë në mënyrën se si ai organizohet, në masivitetin që krijon zhanret e ndryshme të artit, kështu që është vetëm lokacioni dhe ja ku është Memalia, ja ku është Tepelena, të dyja janë shumë afër njëra tjetrës. Ky aktivitet synon të rikthejë dhe të forcojë jetën kulturore, artistike dhe sportive në Memaliaj, duke promovuar njëkohësisht vlerat dhe identitetin e zonës. Kryetari i Bashkisë Memaliaj, Albert Malaj, vlerësoi rëndësinë e nismave të tilla për gjallërimin e jetës komunitare dhe promovimin e qytetit. Prej disa ditësh në qytetin e Memaliajt është duke u zhvilluar aktiviteti Vjosa, zhvillohet për herë të parë në qytetin e Memaliajt, që përbër nga një koloni piktorësh, Plain A, piktorët mural, kemi cirkun kombëtar, kemi grupin e fanfarës, të cilët do të performojnë sonte në qendrën e qytetit të Memaliajt. Ka një etje, mund të themi, nga komuniteti i Memaliajt, pasi realisht i kishin munguar për vite me radhë aktivitetet kulturore, artistike, sportive e tjera me radhë. Një nga momentet më të veçanta të kësaj feste ishte inaugurimi i murales Heronjtë e Minjerës, një vepër artistike kushtuar historisë dhe sakrificës së minatorëve të Memaliajt. Edicioni 4 i Vjosa solli jo vetëm argëtim dhe aktivitete të larmishme, por edhe një mesazh të qartë për ruajtjen e trashëgimisë kulturore, promovimin e lumit Vjosa dhe zhvillimin e jetës sociale në komunitet. Arti, natyra dhe tradita u bën bashkë në Memaliaj në edicionin e 4 të aktivitetit të Vjosa. Përgjatë brigjeve të lumit Vjosa, piktorë nga e gjithë Shqipëria sollën në telajo peizazhet e lumit të fundit të egër në Europë, ndërsa panairi artizanal dhe kulinar, së bashku me performancat artistike, krijuan një atmosferë festive për qytetarët dhe vizitorët.
Ngjyrat e natyrës, arti dhe tradita u bashkuan në Memaliaj në edicionin e 4 të aktivitetit Vjosa ime. Përgjatë brigjeve të lumit Vjosa, 10 piktor nga vende të ndryshme të Shqipërisë morën pjesë në plein ajër, duke sjellë në telajo peizazhe mahnitëse të lumit të fundit të egër në Evropë dhe bukuritë natyrore që e rrethojnë. Të frymëzuar nga rrjedha e Vjosës, gjelbërimi dhe qetësia e natyrës, artistët krijuan veprat që pasqyrojnë jo vetëm vlera estetike të zonës, por edhe lidhjen e fortë mes artit dhe mjedisit. Kjo koloni arti realisht është një koloni e cila flet në mënyrën më të mirë për bashkinë e vogël të Memaliaj. Gjithë lugina e Vjosës është një mrekulli natyrore e cila përveç të tjerave është e bukur dhe për piktorët dhe mjaftueshëm frymëzuese, ku gjatë tyre 4 ditëve është punuar në mënyrë intensive për të sjellë motivet e vendit, për të sjellë mrekullit dhe bukurit që ka e gjithë lugina dhe gjithë çaj rrethon Memaliajin. Unë jam shumë e lumtur që mora pjesë në këtë aktivitet ku Memaliaj më befasoi një rreth parë një herë me mikpritjen, njerëz shumë të dashur, shumë të mirë dhe me natyrën e mrekullueshme që e rrethon. Nuk e kisha imagjinu, unë kam qenë Shkarazi dhe peizazhi në Memaliaj ka një natyrë tjetër, një freski, lumi, Vjosa që e rrethon i bën çuditshme ato shkëmbinj që janë krejt ndrysh nga shkëmbinj që kemi në veri. Dhe kjo më tërhoqi edhe më tepër ku peizazhi im u përfaqësu me këtë lloj kompozimit. Udhëtimet artistike janë të zakonshme për krijimtarinë time krijuese, sepse një pjesë e produktit tim artistik drejtohet rreth pikturës së plenerit, pikturës peizazhit të bërë direkt në natyrë. Memaliaj, në fakt, për mua dhe kolegët e mi, këtë herë ka qenë një surprizë. Një surprizë në shumë arsye. E para për mikpritjen. Çuditshme se gjithë grupi që organizatorëve kishte përgatitur në mënyrë perfekte të gjithë zhvillimin e kolonisë. Natyra shqiptare është kudo e shumë e bukur. Këtu veçanërisht në këtë ditë na ka qelluar edhe një ditë me një ndriçim të veçantë të natyrës dhe një moment shumë të bukur, shumë inspirues. Vjosa, lugina e Vjosës, rrethinat e Memaliajit janë shumë nuk do të them frymëzuese, se patjetër që janë, por që të japin mundësi këndvështrime për të realizuar vepra të rëndësishme. Aktiviteti solli një atmosferë festive në qendër të qytetit. Në sheshin Minatori u zhvillua panajiri artizanal dhe kulinar, ku artizanët, prodhuesit dhe përfaqësues të traditës vendase ekspozuan produktet e tyre, duke promovuar trashëgimin kulturore dhe gastronomike të zonës. Interesi më i madh është për ata që kanë qenë emigrantë jashtë, për arsye se u din vlerën. Për shembull, kjo një fican çaj druri u virit, ky ka dhe vlera kurative, nuk është vetëm vlerë artistike, por dhe kurative. Pasi çaj i pirë në fican, ndihmon shumë në shëndetin. Kryesisht çfarë lloj druri zgjidhni? Tu 90% është vetëm dru u viri. Veç mjaltit, produkte vetëm mjaltit, siç është mjalti, qumshti i bletës, propolisi, poleni. Ne shesim edhe kosheret të përgatitura për bletarët e rinj. Dhe më para e reklamuan kosheret me blet dhe njerëzit kanë ardhur, kanë marrë shumë koshere. Gati 100 koshere me blet, ja u kemi dhënë bletarëve të rinj. Interesi vjen nga gjitha produktet që ka bleta. Por edhe mbarshtrimi i bletës, siç e bëjmë neve dhe i tregtojmë dhe bletarët e rinj, edhe kjo është me interes për neve dhe me interes për ata që fillojnë të mbarshtrojnë, të fillojnë të zanat. Pjesë e programit ishte edhe performanca e artistëve të cirkut kombëtar, të cilët sollen emocione dhe argëtim për qytetarë dhe vizitorët e shumë të pranishëm. Përmes aktiviteteve të tilla, Bashkia Memaliaj synon të tërheqë më shumë vizitorë dhe të promovojë potencialet turistike të zonës.
Parku kombëtar i Butrintit vijon të mbetet një nga destinacionet më të preferuara për turistët që vizitojnë jugun e Shqipërisë. Edhe gjatë këtyre ditëve, siti arkeologjik po frekuentohet nga një numër i lartë vizitorësh të huaj, të cilët tregojnë interes për historinë, kulturën dhe pasuritë natyrore që ofron Butrinti. Rritja e fluksit turistik pritet të ndikojë pozitivisht në zhvillimin e turizmit kulturor në zonë. Parku kombëtar i Butrintit mbetet një nga destinacionet kryesore turistike për vizitorët që zgjedhin jugun e Shqipërisë. Edhe gjatë këtyre ditëve, siti arkeologjik po frekuentohet nga një numër i lartë turistësh vendas dhe të huaj, të cilët shfaqin interes për historinë dhe trashëgiminë kulturore të zonës. Ne kemi lexuar pak për parkun, vetëm aq sa për të ditur se donim ta vizitonim. Është shumë interesant. Kemi dëgjuar se Shqipëria është mjaft interesante dhe kështu vëmë re në hartat tona në shtëpi dhe në internet se kjo zonë kishte një sit arkeologjik dhe kjo na tërhoqi. Na pëlqen natyra e egër jashtë qytetit, historia, zogjt dhe kafshët, dhe thjesht fakti që është një vend i ndryshëm nga ai ku jetojmë. Po, për ne është hera e parë në Shqipëri. Na pëlqeu shumë, është vend i bukur. Vizitorët ndalen veçanërisht për të eksploruar monumentet antike, amfiteatrin, bazilikën dhe pasuritë natyrore që ofron Butrinti. Atmosfera turistike dhe fluksi i lartë i huajve kanë sjellë gjallëri në këtë sit të rëndësishëm arkeologjik, i cili konsiderohet një nga thesarat më të çmuar të trashëgimisë shqiptare. Është një udhëtim i gjatë nga Alaska. Do të ishte shumë bukur të ktheheshim përsëri. Kemi edhe miq që kanë udhëtuar për këtu. Sot e pam dhe fotografuam të gjithë parkun. Monumentet antike aq mirë të ruajtura na pëlqyen shumë. Erdhëm tani sepse në përgjithësi nuk na pëlqen të udhëtojmë mes turmave të njerëzve. Plazhet janë të bukura, por jo kur janë të mbushur me njerëz. Rritja e numrit të turistëve në parkun kombëtar të Butrintit pritet të ndikojë pozitivisht edhe në zhvillimin e turizmit kulturor në jug të vendit. Operatorët turistik shprehen optimist për një sezon edhe më të suksesshëm, ndërsa Butrinti vijon të mbetet një nga pikat më të vizituara dhe më të preferuara nga turistët e huaj. Policia e Gjirokastrës ka kryer kontrolle për nivelin e zhurmave në zona turistike të Gjirokastrës. Në vijim të masave sensibilizuese janë organizuar takime informuese me administrator pronar subjektesh, kryesisht në zona turistike, aktivitetet e të cilëve gjenerojnë zhurma nga muzika. Gjithashtu ka nisur zbatimi i detyrave të parashikuara në planin e masave për garantimin e sigurisë publike gjatë sezonit turistik veror. Strukturat e sigurisë publike të Komisariatit të Policisë Gjirokastër gjatë ditëve të fundit, sipas hartëzimit të zonave me ndotje akustike, kanë organizuar grupe kontrolli në teren. Në kuadër të këtyre kontrolleve janë testuar me matës të zhurmës disa ambiente dhe subjekte të hapura dhe të mbyllura në zona turistike për verifikimin e respektimit të nivelit kufi të lejuar të zhurmës së përcaktuar në ligj për administrimin e zhurmës në mjedis i ndryshuar. Matjet e realizuara sipas kushteve të përcaktuara në procedurën standarde për këtë qëllim kanë rezultuar brenda kufive të lejuar. Krahas matjes së nivelit të zhurmës, strukturat përgjegjëse kanë ushtruar kontrolle edhe për respektimin e orarit të lejuar për transmetimin e muzikës në ambiente të hapura në zona apo qendra të banuara, i cili është nga ora 11 deri në orën 24:00. Policia e Gjirokastrës mbetet e angazhuar dhe e vendosur për të garantuar një mjedis të qetë dhe të sigurt për banorët dhe vizitorët dhe fton qytetarët të denoncojnë çdo shkelje, duke ju garantuar ndërhyrje të menjëhershme ligjore. Bashkia e Delvinës, fal pozicionit gjeografik dhe kushteve të favorshme, është e njohur për kultivimin e kulturave të pemtarisë, si ara, bajame, qershi dhe agrume. Sipas specialistit të bujqësisë Hanefi Braho, vitet e fundit vihet re një interes në rritje i të rinjve për t'u angazhuar në këtë sektor. Ai thekson se mekanizimi i mëtejshëm i proceseve bujqësore do të ndihmonte në lehtësimin e punës së fermerëve dhe rritjen e prodhimit. Fal pozicionit gjeografik dhe kushteve të favorshme që ofron territori i saj, Bashkia e Delvinës mbetet një zonë me traditë në bujqësi, ku fermerët janë të përqendruar kryesisht në kultivimin e pemëve frutore. Arat, bajamet, qershit dhe agrumet janë ndër kulturat më të përhapura, duke përbërë një burim të rëndësishëm të ardhurash për banorët e zonës. Sipas specialistit të bujqësisë Hanefi Braho, kushtet klimatike dhe toka pjellore kanë favorizuar zhvillimin e këtyre kulturave ndër vite. Deri tani kemi patëm resultate të mirë në mbjelljen e kulturave bujqësore, sidomos të të ullinje, të arve, të bajameve, qershive në zonën e Delvinës. Po me rënien e këtij zjarrit janë frenuar pak fermerët, po përsëri opinioni është që të çohet përsëri të mbjellen përsëri njerëzit.
Dhe kemi besim të plot që do shtohen së përfaqja e pemtarisë për nga vetë kushtet e terrenit që kemi neve. Me bujqësinë funksionon më tepër në mbjelljen e bimëtarëve sidomos në zonën e Vanës, kemi mbjelljen e misrit, që kultivohet misër, kemi dhe zonat të tjera mbjelljen e këto foragjeret, si jonxha, që kultivohet si bazë ushqimore për blegtorinë. Megjithatë, specialisti Brown nënvizon se për të rritur prodhimin dhe për të lehtësuar punën e fermerëve, është i nevojshëm shtimi i mekanizimit në bujqësi. Përdorimi i më shumë pajisjeve dhe formave moderne mekanike do të ndihmonte në uljen e kostove të punës, rritjen e produktivitetit dhe zhvillimin e mëtejshëm të sektorit bujqësor në Bashkinë e Delvinës. Është një proces që kërkon më tepër 90% të punimeve janë punëkrau që i shërbejnë pemtarisë. Për këtë duhet që të ndryshojnë politikat me të rritë për problemin e bujqësisë. Duhet të shtohet mekanizmi që të forma mekanike që të shërbejmë, si punimet, ujitjen me pekatore, e problemit të tjera që të lehtësohet punë e krahut. Se të rritë me këto opinione, këta sot të rritë, kanë opinionin më tepër të bëhen arrin gjendjen e lartë ekonomike në një moment shumë të shkurtër. Kjo është e paarritshme për veprim logjik. Po tani ata janë me këtë botë, sot duhet të zënë një proces pune që të bën të pasur shumë shpejt. Bujqësia ka të futet pemtaria në prodhim do paktën 5-6 vjet. Bujqësia është problem me fushën e tregut. Merr me misër, arrin rezultate të larta që me prodhimin e misrit. Me kulturat e tjera, me perimet, përsëri do teknologji, do dhe fuqi punëtore. Bujqësia mbetet një nga sektorët kryesor të ekonomisë në Bashkinë e Delvinës. Aktualisht rreth 200 fermerë janë të angazhuar në kultivimin e misrit, jonxhës dhe kulturave të pemtarisë. Sipërfaqet e mbjella përfshin rreth 200 hektar me pemtari, 100 hektar me misër dhe 80 hektar me jonxh, shifra që tregojnë rëndësinë e këtij sektori për zonën. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë, mirupafshim.